Do të akuzurit që ka paraqen mbrojtjen e tij, i akuzurit Dritan Gashi, ka pranë rregulla procedurës penale, keni disa drejta dhe detyrime, është e nevojshme për ju përsërit nëse keni drejt me deklaruar, keni drejt edhe me mbrojtje thjeshtje. Cilë është qëndrimi juaj edhe me mbrojtjes? Po, qëndrimi është ashtu siç ka qenë Në sansën. në paragraf. Po, thjeshtje për shkak të mobilizojnë ligjet që janë fuqi, ligji për klasifikimin e informacioneve dhe ligji për... A ke mundësi që më avëz mikrofonin se s'po dëgjoj? Okej, atë deklarata ime është se mbrojmë heshtje dhe arsyeja për të është ligji për klasifikimin e informacionit dhe ligji për agjentësinë e Kosovës për inteligjencë. Këtë keni marrë pas konsultimit me mbrojtjen e juaj, qëndrim. Po, cilin e kam marrë pas konsultimit me mbrojtjen. Se nuk kemi diçka më shumë. Dhe edhe njerë deklaroj se jam i pafajshëm dhe nuk kam shkel asnjë procedurë ligjore në proces. Procedurë ligjore në këtë proces. Kanti? Nëse keni diçka më shumë. Sa vazhdojmë. Ty kanë parë në procedura kemi të një diçka propozitë. Pra me qenë sonë një autorizim zëvendësues për fjalën vendimtare, kemi propozim që të caktohet për një ditë tjetër, vetëm një gjysmëmarsh në mëngjes që ta dorëzojmë atë fjalë për shkak se avokati Lotrin nuk ka mundë me qenë prezent. Kemi edhe përmes email. Po, ju ka dërguar një email para paketit vetëm me qenë procedurës. Edhe ta keni bërë një propozim apo diçka?